Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicion lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka filluar sot dërgimin e pakove me flet votime për votuesit jashtë Kosovës dhe që janë regjistruar për të votuar përmes postës. Sipas të dhënave të KQZ-s, pakot me flet votime do t'u dërgohen rreth 58.000 votuesve që janë regjistruar për votim me postë. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka bërë të ditur se flet votimet janë prodhuar në Sloveni dhe kanë mbërritur në Kosovë më 12 dhjetor. Ju njoftoj se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot ka nisur procesin e dërgimit të pakove me flet votime për votuesit e regjistruar jashtë Kosovës për votim me postë në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Flet votimet e cilat janë shtypur në Sloveni, siç kemi njoftuar më herët, kanë arritur në Kosovë të premten më 12 dhjetor dhe pas kësaj shërbimi i votuesi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka bërë përgatitjen e pakove individuale për secilin votues të regjistruar, të cilat tashmë janë të gatshme për t'u dërguar jashtë vendit në adresat e votuesve të regjistruar. Fillimisht, pakot do të dërgohen në aeroport dhe gjatë ditës së nesërme do të fillojë shpërndarja e tyre në shtete të ndryshme përmes shërbimeve postare në adresat e votuesve. KQZ njofton se gjatë javës në vijim do të përmbyllet i gjithë procesi i dërgimit të këtyre pakove me flet votime për votuesit jashtë Kosovës. Ministra në detyre e punëve të jashtme Donika Gërvalla Shvarc ka bërë të ditur se ndihma humanitare e ndarë nga qeveria e Kosovës e dedikuar për popullatën civile ka arritur në Gazë. Ajo nëpërmjet një postimi në Facebook ka njoftuar se ka marrë konfirmimin se dërgesa në vlerë prej 500.000 eurosh, e cila përfshin tenda, pako ushqimore, batanie dhe 158.000 racione të ushqimit të ngrohtë, ka filluar të shpërndahet për familjet në nevojë nëpërmjet partnerëve humanitar në terren. Gërvalla shuan se asnjë nuk e zëvendëson humbjen dhe dhimbjen atje, por shpresojnë që kjo ndihmë modeste t'u jap sadopak mbështetje e lehtësim familjeve, sidomos fëmijëve dhe të moshuarve në ditë kur edhe gjërat më bazike mungojnë. Sot mbushën 27 vjet nga rënja heroike e komandantit Muj Krasniqi dhe 41 luftëtarëve të kombit. Muj Krasniqi ra heroikisht së bashku me 41 luftëtar të UÇK-s më 14 dhjetor të vitit 98 në një pritje nga forcat serbe afër kufirit Kosovë-Shqipëri. Partia Demokratike e Kosovës në një postim në Facebook thekson se sakrifica e 41 dëshmorëve përfshir komandantin e brigadës 113 Muj Halil Krasniqi mbetet amanet i përhershëm për lirinë, dinjitetin dhe të ardhmen e Kosovës. Edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj shkruan se Muja me 41 vigan të UÇK-s ra në male duke mbrojtur pragun e shtëpisë dhe nderin e atdheut. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka kujtuar formimin e ushtrisë së Kosovës 7 vjet më parë, ku sipas tij ishte një akt historik që vullosi sovranitetin dhe sigurinë e shtetit tonë. Ai në një postim në rrjetin social Facebook thekson se janë 7 vjet guxim e krenari dhe 7 vjet që ushtria e Kosovës është krahnesh. Sipas tij, ky ishte vendimi më i rëndësishëm i marrë nga qeveria e tij me bekimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Haradinaj shkruan se ushtria e Kosovës lindi nga gjaku i derdhur, nga bekimi i nënave, nga hapat e luftëtarëve që nuk u kthyen kurrë, por na lanë lirinë amanet. Policia e Kosovës ka arrestuar 5 persona pasi kanë shtënë me armë zjarri në rrugën e Gjilanit në Prishtinë. Në njoftimin e policisë thuhet se me të marrë informacionin, policia ka dalë në vendin e ngjarjes ku si rezultat i veprimeve të shpejta operacionale kanë arrestuar 5 persona të dyshuar dhe kanë konfiskuar armët e përdorura në këtë rast. Personat e dyshuar pas intervistimit dhe në koordinim me prokurorin e shtetit janë dërguar në mbajtje për 48 orë.
për veprat penale, përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve dhe posedim i paautorizuar i narkotikëve. Policia e Kosovës po ashtu ka publikuar raportin ditor me të dhënat të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara. Sipas raportit, në këtë periudhë është shënuar një aksident trafiku me fatalitet, ndërkaq janë regjistruar 22 aksidente me të lënduar dhe 29 të tjera me dëme materiale. Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar rreth 2000 gjoba në trafik. Në 24 orët e fundit, policia ka arrestuar 10 persona për vepra të ndryshme penale, prej të cilëve 5 i ka dërguar në mbajtje. Trepqa ka dominuar në suare ku shënoi fitore të thellë ndaj yllit. Kampioni në fuqi në Superligën e Kosovës në basketbol, Trepqa, vazhdoi paraqitjet mbreslënëse duke mposhtur thellë yllin e Therand me rezultat 69-98. Ndeshja nisi e baraspeshuar, me çerekun e parë që u mbyll pa dallime të mëdha, por gjithçka ndryshoi në periudhën e dytë. Mitrovica si të rritën intensitetin, dominua në mbrojtje dhe sulm, duke krijuar një epërsitë konsiderueshme që u dëshmua vendimtare për fatin e takimit. Trepqa vazhdoi të kontrolloj lojën edhe në pjesën e dytë, duke mos i lënë hapësirë reagimi vendasve. Sek Henry ishte figura kryesore e mysafirëve, duke realizuar 25 pikë dhe duke qenë konstant gjatë gjithë ndeshjes. Te ylli, më efikasi ishte Scott me 20 pikë, por kontributi i tij nuk mjaftoi për të shmangur humbjet. Edicione vazhdojmë me lajmet nga bota. Zyrtarët në Australi kanë thënë se së paku 12 persona, në mesin e të cilëve edhe një sulmues janë vrarë në qytetin Sydney gjatë një sulmi ndaj komunitetit hebraik në atë qytet. Zyrtarët australian kanë njoftuar se së paku 12 persona, në mesin e të cilëve edhe një sulmues janë vrarë gjatë sulmit me armë zjarri ndaj komunitetit hebrej në qytetin Sydney. Sipas njoftimeve, 2 sulmues, ende të pa identifikuar, kanë hapur zjarr drejt turmës prej rreth 1000 hebrejve të Sydneyit, të cilët ishin mbledhur në plazhin Bondi për të shënuar fillimin e Hanukas, festës më të rëndësishme në kalendarin hebraik. Është bërë e ditur edhe se 2 persona, të cilët besohet të kenë pasur motive terroriste, pa paralajmërim hapën zjarr drejt turmës së paramatosur, duke vrarë 11 dhe duke plagosur së paku 29 individ të tjerë. Falë reagimit të forcave të rendit, njëri prej sulmuesve është vrarë, ndërsa tjetri është plagosur rënd. Gjithashtu është bërë e ditur se në automjetin e njërit prej të dyshuarve, policia zbuloi një bombë të improvizuar dhe zyrtarët thonë se besojnë që sulmuesit kishin planifikuar incident me edhe më shumë viktima. Kryeministri i vendit Anthony Albanese ka thënë se ky ka qenë sulm antisemit, i cili ka goditur zemrën e kombit dhe është zotuar se të gjithë personat përgjegjës do të gjenden para drejtësisë. Së paku 2 persona janë vrarë dhe 9 të tjerë janë plagosur si pasojë e një sulmi me armë zjarri në Universitetin Brown në SBA. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se së paku 2 persona janë vrarë dhe 9 të tjerë janë plagosur si pasojë e një sulmi me armë zjarri në Universitetin Brown në Rhode Island. Sipas zyrtarëve, qindra policien tani në kërkim të personit të dyshuar, i cili për motive ende të panjohura hapi zjarr në ndërtesën e Fakultetit të Inxhinierisë, në kohën kur brenda saj ishin duke u zhvilluar provimet. Hetuesit kanë thënë se janë duke tentuar të mësojnë pse u zgjodh muaji ajo ndërtesë. Njëkohësisht është bërë e ditur se gati të gjitha viktimat e sulmit kanë qenë student.
Sipas autoriteteve, në universitet më nuk ka rrezik aktiv, përderisa presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se është i informuar për situatën dhe se vetmja gjë që tani mbetet është që njerëzit të lutën për ata që janë plagosur rënd. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve, bashkë me ekipi realizues ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbëngjes.